Jean-Paul Sartre. Herostrati. Lexoj Griselda Abasi. Njerëzit duhet i shohësh nga sipër. Unë fikja dritën dhe ngulesha në dritare. Atyre as që u shkonte mendje se dikush i përgjonte që nga lart. Ata kujdesen për pamjen përpara, nga ndonjëherë edhe për prapanicat, po të gjitha masat që marrin janë të llogaritura për spektator me trup 1,70 m. Kush vallë ka ndajur të vras mendjen se si duket prej katit të gjashtë një kapel ngjyrë pjepri. Ata nuk marrin mundimin që t'i mbrojnë supet dhe kokat e veta me ngjyrash të ndezura e stofrash që bien në sy. Atyre nuk u shkon mendja ta luftojnë këtë armik të madh të njerëzve, perspektivën plangjon. Për kulesha azia të qeshja, ku ma kishin atë të famshmin drejt qëndrim me të cilin më ka përdiseshin aq shumë. Ata tani zhgryheshin trotuarit dhe dy këmbë të gjata që zvariteshin u dilnin që poshtë supeve. Në balkonin e katit të gjashtë, ja ku duhej të kisha kaluar tërë jetën time. E përsin morale duhet ta shpalosësh përmes simbolesh, materiale, përndryshe e humbet atë. Cila është pra konkretisht e përsia ime ndaj njerëzve? Një e përsi pozicioni, asgjë më tepër. Kam zënë vend përsi për njeriu që ndodhet në veten time dhe ri e pa kundroj. Jap se më pëlqenin kullat e katedrales, platformat e Tour Eiffelit, Sacré-Cœuri, kati i 6 i banesës sime në rrugën Delambre janë simbole të shkëlqyera. Nga njëherë më duhej edhe mua të zbrisja në rrugë për të vajtur në zyrë fjala vjen. Fryma më merrej. Kur je duke ecur me njerëzit krah për krah, është shumë e vështirë që ti konsiderosh si milingona. Ata prekin. Njëherë më qelloi që të shija në rrugë një të vdekur, kishte rënd me hund për dhe. E kthyen dhe që i mbytur në gjak. Pash atë sytë e hapur, atë çerje të mrollët dhe gjitha të gjak. Me vete thash, hiç gjë s'është, e pse duhet jetë më tronditse se një pikturë por ca bër. Ja kanë bojatisur me të kuqe hundët dhe kaq, por ndjeva një dialog udulisje që po mi mbërthen të këmbët dhe zverkun dhe mu morën mend. Më çuan në një farmaci, mi veshën ca spulla supeve dhe më dhanë të pija alkool. Do t'i kisha vrarë. Unë e dija që ata qenë armiqtë e mi, por ata nuk e dinin. Ata duheshin, shtrëngonin duart, qenë gati që dhe mua të më ndihmonin për një gjë një tjetër sepse më pandenin si veten e tyre. Po sikur të kishin mundur fare pak ta merrin me mend të vërtetën, do më kishin shqepur në dru. Pa çka, këtë e bën më pas. Kur më kapën dhe e patën marrëvesh se kush isha, më bën për ujë të ftohtë. Më dhan dajak për 2 orë rresht në komisariat, ma veshën me shpulla dhe me grushte, më përdrodhën krahët, më hoqën pantallonat e pastaj për t'i vënë kapak, mi hodhën gjyslyqet për tokë dhe ndërkohë që unë po kërkoja t'i kapja këmbadoras, ata qeshnin e më ngjishnin me shelma. Gjithmonë ma ka marrë mendja që do vi dita e do më rrahin. Unë nuk jam i fortë dhe nuk mund të mbrohem. Kisha nga ata që më ruanin prej kohësh. Të mëdhenjt, më shtynin në rrugë. Koca për qeshur, për të parë se ç'do të bëja. Unë s'thosha gjë, shtyresa sikur nuk kisha kuptuar gjë. E prap se prap ata më shtin, se më shtin në thes. Kisha frikë për tyre, që si një parandjenj. Por ju e merrni me mend mirë se unë kisha arsye ku më serioze që t'i ureja. Nga ky këndvështrim gjithçka shkoi më mirë deri ditën kur unë bleva një revolver. Njeriu ndihet i fortë kur e di se ka rasur në xhep gjëra që shkrepin e bëjnë bam. E merrja me vete të dielave, e vija thjesht në xhepin e pantallonave dhe pastaj dilja e gjëzdisja. Zakonisht bulevardeve. E ndjeja si mi të rishte pantallonat poshtë si ndonjë krab. E ndjeja kur më çikite vithet, akull, por dal nga dal ai ngrohej nga kontakti me trupin. Ecja me trupin disi të ngrirë, e hidhja apat si ata burrat që u rri gjithë kohën ngrehur e u ngatrohet në përshal. Fusja dorën në xhep dhe prekja atë. Her pas here hyja në ndonjë nevojtore, bile edhe aty treguesha shumë i vëmendshëm sepse mund t'ja bete ndonjë nevojtar. Nxirja revolverin e peshoja ashtu në dorë, ku ndroja qytën me kallëpe të zinj dhe këmbën e zezë që i ngjet një çepalle të mbyllur për gjysmë. Të tjerët, ku shite nga jashtë këmbët e mia të hapura dhe fundin e pantallonave, pandenin se po bëja shurën. Mirë po unë nuk e bëj kur shurën nëpër nevojtorët e rrugëve. Një natë më hipi në kokë që të qelloja dikë, që ditë shtunë mbrëmë. Kisha dalë për të kërkuar lejan. Një bjonde që del për gjuajtur përpara një hoteli të rrugës Montparnasse. Për çështje intime, unë për vetes s'kam bërë kur pazar me ndonjë grua. Do të më qe dukur sikur po më vidhin. Gratë janë për t'ua hipur, merret vesh, po ato ta bëjnë helaq fundin e barkut me atë gojën e tyre të madhe gjithë lesh dhe me sa kam dëgjuar, qefin më të madh në këtë mes ato e bëjnë. Unë për vete nuk i kërkoj kujt gjë, por as të jap gjë s'dua.
Veç po të kisha një grua të ftohtë me natyrë fetare që t'i vinte përshtirë kur t'ja bëja atë punë. Të shtunën e parë të çdo muaji unë gjitesha me Lea në një dhomë të hotelit Dykesën. Ajo zhvishej dhe unë e vështroja pa e prekur. Nganjëherë më derdhej në pantallonave tiu. Herë të tjera më dilte koha sa të shkoja në dhomë që ta kryeja punën me dorë. Asaj nate nuk e gjeta te vendi. Prita ca, me që nuk po e shija të vinte, tharë se do ta kishte zënë gripi. Që fillimi i janarit dhe bënte shumë ftohtë, më vinte plasja. Unë jam tip që fantazoj dhe e kisha përfituar gjithë afsh qefin që mendoja se do të bëja asaj nate. Në rrugën Odessa kishte edhe një brune cilën ma kishte zënë syri shpesh aty. Pak e pjekur nga mosha, por e ngjeshur dhe e mbushur. Unë nuk i përbuz gratë e pjekura nga mosha, por ato janë të zhveshura duken më lakurisht se të tjerat. Por ajo nuk më njihte huqe dhe sikur nuk më vinte për shtatë që t'ja shpjegoja punën nga kreu në fund. E pastaj unë nuk ua kam bezën të porsanjorave. Gratë fare let mund të fshehin pas një porte ndonjë rrugat që të del kur nuk e pret dhe të përlan parat. Bile t'jesh i lumtur, po të shpëtosh pa ngrënda jak. Me gjithë këtë, seç më kishte hipur një lloj guximi atë natë. Vendosa të kthehesha në shtëpi që të merrja revolverin e ta bëja provë. Kur ju qasa gruas, pas një qere kore, armën e kisha në xhep e s'ma bënte më syri tër. Ta shije nga afër të duke një grua thuajse kot. I ngjante komshiesime për karshi, grua së adjutantit, dhe kjo më kënaqi shumë, sepse kishte kohë që lakmoja ta shija shal jashtë atë grua. Ajo vishej me dritare hapur në kohën kur adjutanti dilte, dhe unë kisha ndenjur shpesh pas perdes që ta zija gafil. Po tualetin ajo e bënte në fund të dhomës. Në hotelin Stelas kishte mbetur vetëm një dhomë e lirë në kat katërt. Unë gjitëm. Ishte gjithë ajo grua dhe për çdo shkallë ndalej për të marrë frymë. Unë ndjeja veten tërësisht në formë, pavarësisht për barkut. Në trup jam thatim e 4 as që i kam për gjë fare. Kur mbritëm në kat katërt, ajo u ndal dhe dorën e djathtë dhe vuri mbi zemër duke mbushur fort me frymë. Me të majtën mbante çelsin e derës. Sa lart që është, tha duke u përpjekur të më qeshte. Pa i bërë zë, ja mora çelsin dhe hapa derën. Revolverin e mbaja me dorën e majtë dhe që nga xhepi ja kisha drituar tytën përpara e nuk e lëshova dorë derisa ndeza çelsin e llambës. Dhoma ishte bosh. Mbi lavaman kishin vënë një copë të vogël katrore sapunit të gjelbër për dush gjoja. Unë qesha. Me mua nuk u shkonin as vaskat e as copat e vogla të sapunit. Gruaja vazhdonte të mbushej me frymë. Aty para meje dhe kjo më ngrinte nervat. U ktheva. Ajo më zgjati buzët. E shtyva tutje. Zhvishu, i thash. Që një koltuk me tapiceri aty, zura vend rehat. Në moment të tilla më vjen keq që nuk e pi duhanin. Gruaja hoqi fustanin, pastaj u ndal e po më shite me dyshim. Si quhesh? I thash unë duke u mbështetur mirë në koltuk. Rene. Hajt pra Rene, nxitot shpret. Po ti nuk po zhvishesh? Hajt, i thash, mos më shih mua ti. Ajo i lëshoi pantallonat në fund të këmbëve, pastaj i mori dhe i vuri me kujdes mbi fustan bashkë me sutjenat. Do me thënë na qenkja i kali i kuq me një huq, i dashur, një burra koç pak tembel, më tha ajo. Dashke t'ja lësh gruas gjithë parën? Në të njëjtën kohë ajo bëri një hap drejt meje dhe duke i vënë duart mbi mbështetëset e koltukut tim, u rrek ashtu rëndshëm që t'i shtinte gjunjët me shalvet mia, por unë e ngrita me tegër. Ashtu s'dua unë, i thash, s'do të bëjmë ashtu. Ajo më pa me habi. Po ç'do ti të bëj unë? Hiç, ec shëtit. Kaq dua prej teje. Ajo nisi të ecë se sa gjatë gjerë, fare ngafët. S'ka gjë më të bezdisme për gratë se sa të ecin kur janë lakuriq. Nuk e kanë bërë zakon që t'i vend thembrat dy staban. Putana kishte përkullur kurrizin edhe krahët i vareshin. Unë për vete ndjesha në kulmin e lumturisë. Isha ulur për 7 palë qefe në koltuk, i veshur deri në fyt. Bile as dorashkat nuk i kisha hequr dhe në urdhrin tim, kjo grua e pjekur kishte dalë krejt lakuriq. E Jakov po bënte xhiro përpara meje. Ajo ktheu kryet nga unë dhe për ta kaluar si me gatat punë, sajoi një buzëqeshje prej kokete. Të duke me bukur? Apo të ngopet syri? S'ka që duhet ty kjo? Ore, më kthye pa pritma se zemëruar ajo. E ke ndërmend më lësh gjatë të eci kështu? Ulu. Ajo ul në krevat e ne u pam sy ndër sy në heshtje. I ishte çuar mishi kokër. Nga ana tjetër e muri dëgjoi tiktaku i një sahati me zile. Befas i thash. Hapi shalët. Ajo nguroi nga një çerek sekonde, pastaj u bind. Unë i ngula syt midis shalëve të saj dhe rufit të hundët. Më ndej, zurat qesha i shfort sa më mbushën syt me lot. I thash vetëm, merr vesh ti? Dhe ja shkrepa sërish gazit. Ajo më pa e shtangur, pastaj u skuqe të rë dhe i mbylli shalët. Qelbësir,
tha në përdhëmb. Unë u shqepa në gaz edhe më, atëherë ajo brofi për një herë dhe kapi sutjen në mbi karrige. Na moj, i thash, nuk kam mbaruar ende, pas pak do të t'jap 50 franga përpara dua t'i nxjerra ma. Ajo kapi pantallonat gjithë nerva. Ma ke sjellë maj të hundës, merr vesh? Nuk e di çfarë do. Dhe po qese më bëri të hipi gjërë këtu që të tallesh me mua, atëherë unë zora revolverin dhe ja tregova. Ajo më pa me shumë vëmendje dhe i lëshoi pantallonat në vend pa thënë asnjë fjalë. Si thash unë, shëtit. Ajo shëtiti akoma edhe 5 minuta. Pastaj unë i dhash bastonin tim dhe detyrova t'ja bënte vetes. Kur ndjeva se mi qenjomur mbathjet, unë ngritej dhe i zgjata një kartë monedh 50 frankëshe. Ajo e mori. Miru pafshim, shtova unë. Besoj nuk të kam lodhur shumë për ai sa të dash. Ika e la shkret lakurish në mes të dhomës me sutjenat në një rëndor, në dorën tjetër kartë monedhën 50 frankëshe. Parat nuk më dhimbseshin, atë grua e kisha shëstisur, e të lësh pa mend një putan, kjo s'është punë e lehtë. Tek zbrisja në shkallët, mendova, jesh do të kisha dashur unë, t'i lija pa mend të gjithë. Isha i lumturuar se një fëmijë. Pa të marrë me vete sapunin e gjelbër e me të mbritur në shtëpi e fërkova gjatë në ujin e ngrohtë derisa s'më mbeti që tjetër ndërgishta një shtres e hollë që i ngjante një bonboneje menteje të mbajtur në gojë për shumë kohë. Por natën u zgjova i trembur e më kujtua sërish ajo fytyra e saj. Atë sytë e saj kur pan tytën dhe barku i dhjamosur që i tundej sa herë hidhte hapin. Sa budalla u tregova, thash me vete, dhe e ndjeva veten të penduar hidhur me që e pata në dorë, të kisha shtënd, të kisha shpuar e bërë shoshat bark. Asaj natë dhe 3 net më pas ndrova për 6 vrimat të vogla e të kuqe të grupuara qark rreth kërthizës, që nga ajo ditë nuk dola më pa revolver. Vështroja kurizin e njerëzve dhe imagjinoja nga mënyra e të ecurit që bënin se si do të rrëzoheshin po të shtija mbi ta. Të dielave e bëra zakon të zja vend përpara Shateles, aty ku njerëzit dalin nga koncertet klasike. Nga ora 6 dëgjoja që binte një zile dhe punojësit e sallës dilnin t'i mbërthenin me ganxhat dyert e xhamta. Atëherë ja niste. Turma dilte dal nga dal, njerëzit esnin duke u kolovitur, me syt akoma plot tëndra dhe me zemrën akoma plot ndjenja të bukura. Kishte plot syresh që këshunin përres si të habitur. Kush e di si u duki rruga atyre, blu, dhe buzëqeshin mistershëm, fluturonin nga njëra botë në tjetrën. Tek ajo tjetra i prisja unë. Kisha rasur dorën e djathtë në xhep dhe shtrëngoja me gjithë fuqinë dorezën e armës sime. Pas një çasti e shija veten duke qulluar mbi ta. O i të vrarë që u bëja. Si t'i qenë kosominj, ata binin si për njëri tjetrin, ndërsa kush mbetej gjallë, kapur nga paniku, turrej në teatr duke thyer xhamat e dyerve. Ishte një lojë që të lodhte shumë nga nervat. Më në fund duart më dridheshin dhe për të marrë veten që ishi detyruar të veja te dreheri e të pija një konjak. Gratë nuk do t'i kisha vrarë. Vesh do t'i qelloja në bel, ose mu në pulpat që të hidheshin për pjetë. Akoma nuk isha vendosur asgjë. Veç se e pata ndarë mendjen të bëja gjithçka një lloj sikur të kisha marrë vendim përfundimisht. E nisa duke rregulluar ca detaje dytësore. Shkova e ushtrova në një poligon në panarin Dan Ferro-Shro. Qitjet e mia në tabel nuk ishin kush e di çfarë, po njerëzit ama janë tabel tamam për shenjë, sidomos po t'i qellosh nga afër. Më pas zura të merresha me reklamën. Zgjodha një ditë kur të gjithë kolegët që mbyllur në zyrë, një të hënë në mëngjes, me ta sjellesha shumë i dashur dhe kisha si parim këtë pavarësisht se isha krup, tu shtrëngoja edhe dorën. Ata hiqnin dorashkat për të thënë mirëmëngjesi dhe siç kishin një mënyrë të vështirë për ta zbathur dorën, për ta hequr dorashkën e për ta rrëshqitur ngadalë për gjatë gishtave duke nxjerrë në shesh lakurisinë e dhjamur dhe të zhubrosur të dorës. Unë për vete nuk i hiqja kur dorashkat. Të hënën në mëngjes nuk ka ndonjë punë kush e di çfarë. Daktilografistja e shërbimit tregtar erdhi të na sillte faturat. Lëmersjeja, gjithë mirësjellje, bëri shaka me të dhe sapo ajo doli, ata ju vun të shkoqisnin bukuritë e saj me një kompetencë të velurish. Mandej folën për Lindbergun. Atyre u pëlqente shumë Lindbergu. U thash, mua për veten time më pëlqejnë heronjtë të zinj. Zezakët? Pyeti Maseja. Jo, të zinj, sikur themi magji e zezë. Lindbergu është një hero i bardhë, ai nuk më intereson. E po ik të bësh provë në është e leta këpërcesh Atlantikun, tha me shpoti Bukseni. Unë u shpjegova konceptin tim për heroin e zi. Një anarkist, e përmblodhi shkurt muhabetin Lëmersjeja. Jo, tha shumë me të butë, në mënyrën e tyre anarkistë t'i duan njerëzit. Atëherë në qenë ka një i shkëlluar, por Marseja që nga ata njerëz që lexojnë dhe ndërhyrin në atë moment. Unë e di se për ç'njeri e ke llafin ti, më tha. Ai quhet Herostrat.
Deshi të bëj i famshëm dhe nuk gjeti rrugë tjetër më të mirë, veç se duke ndjekur tempullin Hefestit, një nga të 7 mrekullitë e botës. Po si quaj arkitekti këtij tempulli? Nuk më kujtohet për besë, pranoi ai. Bile më duket se nuk ja di askush emrin. Vërtet, dhe emri Herostratit ju kujtohet sipas ka bërë aq keq llogarit apo jo? Në këto fjalë biseda mori fund, por unë ndihesha mjaft i qetë, atyre do të kujtohej kjo gjë kur të vinte koha. Mua që deri atëherë nuk kisha dëgjuar kur të flitej për Herostratin, historia e tij më dha zemër. Ai kishte mbi 2000 vjet që kishte vdekur dhe akti i atij akoma ndrinte, por si një diamant i zi. Nisa të besoja se fati im do të ishte i shkurtër dhe tragjik. Në fillim fare ndjeva një si frikë, por pastaj u mësova. Nga një pikpamje kjo të duket e kopshme, po nga një pikpamje tjetër, kjo jep çastit që ikë një forcë dhe një bukuri të madhe. Kur zbrisja në rrugë ndjeja në të gjithë trupin një forcë të çuditshme. Me veti kisha revolverin, send që kërsete ja bën bam. Po besimin tim në vetvetes kisha më prej tij, e kisha prej vetes. Unë qesh pra ai njeri i sojt të revolverve, krismave dhe bombave. Edhe unë pra, një ditë, në fund të jetësimit të zymë, do të shpërtheja e do të ndriçoja botën me një flak të hatashme dhe të shkurtër si një shkrepje magneziumi. Gjatë kësaj kohe më qelloi që për ne të tëra do shija të njëjtën ëndër, që është një anarkist. Pata zëm pusia ende nga do të kalonte cari dhe me vete mbaja një mjet skëtere. Në orën e caktuar kortezhi kalonte, bomba shpërthente dhe ne fluturonim në hava. Unë, cari dhe 3 oficerët pispjellosur në ar, mund në sytë e njerëzve. Tashmëria me javë të tëra pa vajtur në zyrë. Bridhja bulevardeve midis viktimave të mia të ardhshme, ose ndryhesha në dhomë dhe thurja plane. Në fillim të tetorit më pushuan nga puna. Atëherë i mbusha orët e lira duke shkruar letrën e mposhtme të cilën e kopjova në 102 ekzemplar. Zotri, ju jeni burr i famshëm dhe veprat tuaja botohen në 30.000 kopje. Ju a them unë përse? Sepse ju i doni njerëzit. Ju e keni humanizmin në gjak. Këti i thon fat. Ju mrekulloni kur gjendeni mes shokësh, mjafton të shihni një njeri dhe ju më njëherë ndjeni simpati për të. Madje edhe pa e njohur fare. Juve ju pëlqejnë trupi i tij, mënyra se si lindin gjymtyrët në të, këmbët që hapen dhe mbyllen sipas dëshirës, aq më tepër duart. Ju bëhet qifi që ai ka 5 gishta për çdo dorë që mund t'ua kundërvër gishtin e madh 4 të tjerëve. Ju shkriheni fare kur fqinji juaj kap një filxhan mbi tryezë, sepse në këtë gjest ju dalloni një mënyrë kapjeje që është tipike njerëzore dhe të cilën ju e keni përshkruar shpesh herë në atë punimet tuaja. Më pak e shdërvjellët, më pak e shpejtë si ajo e majmunit, po? Kështu apo jo? Shumë herë me zgjuar. Juve po ashtu ju pëlqen kurmi i njeriut, ajo ecje e tij si prej të plagosur i rënd që riaftësohet. Meraku i tij për ta përsosur ecjen në çdo hap që hedh. Dhe ai vështrimi i tij i ahtashëm që i bën shtazët t'i hapin unë. Për ju, pra ka qenë lehtë të gjeni tonin në duhur për t'i folur njeriut për veten e vet. Një ton i matur por trallisës. Njerëzit turren mbi librat tuaja si të babësitur, marrin dhe i lexojnë një koltuk të rehatshëm, e çojnë mendjen te dashuria e madhe, pafat dhe njerëzishme që keni ju për ta. E kjo i ngushëllon për shumë gjëra që janë të shëmtuar, që janë të ligj, që gruaja u vëbrir, që nuk morën shpërblim mbi rrogën në 1 janar, dhe thonë me plot dëshirë për romanin tuaj të fundit, ka bërë një akt fisnik. Ju besoj, jeni kurreshtar të dini se ç'mund të jetë një njeri i cili nuk i do njerëzit. E pra, njeri i tillë jam unë. Dhe i dua aq pak sa që pa kaluar disa minuta do të vras një gjysmë duzine sish. Ndoshta do të pyesni veten pse vall vetëm gjysmë duzine, sepse revolveri im ka vetëm 6 plumba. Të duket gjë e përbindshme apo jo? E për më tepër një akt thellësisht apolitik. Po ja ku po ju a them se unë nuk mund t'i dua dot. Unë e kuptoj mjaft mirë se çfarë ndjeni ju, por nëse për ju ata janë tërheqës, për mua janë të vështirë. Ashtu sikurse ju kam parë njerëz që mbllaçiteshin geshëm dhe gjakfto duke shfletuar me dorën e majt një revistë ekonomike. Më mirë shoh fokat duke ngrënë se ata. Njeriu nuk bën dot asgjë me fytyrën e vet pa i ndërruar për një herësh fizionomia. Kur përtyp kafshatën, duke mbajtur gojën mbyllur, ati ngrihen dhe i ulën të 2 anët e gojës, se duket sikur vazhdimisht kalon nga qetësia në një habi qaramani. Kjo juve ju pëlqen, e di. Ju këtë e quani vigjilencë e mendjes. Po mua nga kjo më vjen për të vjell. Nuk e di pse. Kështu kam lindur. Po të mos kishte tjetër mes nesh, veç një ndryshim i shijeje, unë nuk do t'ju shqetësoja. Po gjithçka ndosi kur ju ta kishit tërë hirin e të sjellurit, ndërsa unë hiç fare. Unë jam i lirë që ta dua ose jo një meze me karkaleca deti,
Por nëse nuk i dua njerëzit, atëherë jam një maskara dhe nuk gjej dot as vrim ku të futem. Ata e kanë akaparuar tërësisht kuptimin e jetës. Besoj e kuptoni se ç'dua të them. Po bëhem 33 vjet që hasvesh në dyert të mbyllura si për të cilave kanë shkruar. Këtu s'hyn askush që nuk është humanist. Gjithë sa nisa të bëja, mu desh ta bëja përgjysmë. Më duhej të zgjidhja, ose përpjekjet e mia do të ishin absurde dhe të dështuara qysh përpara, ose duhej që herët avon ato të ktheheshin në përfitim të tyre. Mendime të cilat unë nuk ua kushtoja drejt për drejt atyre, nuk mund t'i shkëputja dot prej vetes. Nuk mund t'i formuloja. Ato mbeteshin brenda meje, por si klumsir atlete organike. Madje edhe mjetet e punës që përdorja, e ndjeja që ishin të tyret. Për shembull fjalët. Do të doja që unë të kisha fjalët e mia, po fjalët që përdor unë kanë shëtitur në trurin e kush e di sa njerëzve. Ato rregullohen vetë në kokën time, si rjedhoje shprehjive që kanë fituar të tjerët dhe jo pa neveri po i përdor tani, te kjo shkrua juve. Po kjo është hera e fundit. Ja ku po ju a them, njerëzit duhet i duash ose për ndryshe ata zorësit të lënë qoftë edhe të buburosh. Unë që thoni ju nuk dua të buburoj, kot së koti. Pas pak unë do të ngrihem e do të marr revolverin, do të zbres në rrugë e do të shoh në kam në dorë të bëj gjë kundër tyre. Lam të mirë zotri. Ndoshta do të jeni pikërisht ju ai me të cilin do të takohem. Atëherë s'keni për ta marrë dot vesh kurrë se me sa kënaqësi të t'ju hedh trut në erë. Në mos u takofshim, dhe kjo ka më tepër të ngjarë, lexoni gazetat e nesërme. Aty do të shihni se si dikush i quajtur Paul Hilber vrau në një krizë tërbimi 5 kalimtar në shëtitoren Edgar Kine. Ju e dini më mirë se kushdo tjetër sa vlen proza e gazetave të përditshme në zë. Ju pra do ta kuptoni se unë nuk jam i turbuar, përkundrazi unë jam shumë i qetë dhe ju lutem të pranoni zotëri përshëndetjet e mia më të përzemërta. Paul Hilber. I futa të 102 letrat në 102 zarfe dhe mbi zarfe shkrova adresat e 102 shkrimtarëve francez. Pastaj i vendosa në një sitar të tavolinës bashkë me 6 tabak pullash poste. Gjatë 15 ditëve në vazhdim, dola shumë pak, e lija veten që dal nga dal të pushtohesha nga krimi. Në pasqyrë, ku shkoja nga një herë të shihesha, konstatova me kënaqësi se kisha pësuar ndryshime në fytyrë. Syt më qenë zmadhuar. Ata e glabëronin gjithë fytyrën. Në një gjyslyk, ata dukeshin të zinje të epshëm dhe unë i rrotulloja si planet. Sy të bukur prej artisti e vrasësi, por unë shpresoja që të ndryshoja ku e ku më tepër pasi të kisha kryer masakrën. Pash fotografitë e atyre dy bukurosheve, dy shërbëtorëve të cilat vranë e coptuan zonjët e tyre. Pash fotografitë e tyre, më parë e ato më pas. Më parë, fytyrat e tyre valzonin si dy luleta urta mbi jakat e mbërthyera. Ato ermonin pastërti dhe ndershmëri këndjellëse. Edhe flokët po ashtu i kishin kaluar në një ondulacion të lehtë. Dhe tek ato më tepër të dretat e flokëve, jakat, pamja prej njeriu që ka dëshirë të dalë në fotografi të mbushte me besim. Ngjashmëria e tyre prej motrash, një ngjashmëri aq e kapshme që nxirrte për një herësh në pa lidhjet i gjakut dhe rrënjët e natyrshme të grupit të tyre familjar. Më pas, fytyrat e tyre shëndrisnin por si flaka. Ato kishin qafën e zbuluar të dënuarve me vdekje, të mbushura me rrudha të llahtarshme frike dhe urrejtjeje, të gërvishura, të shqyera mu në mish, thuajse në fytyrat e tyre kishte gërmuar thellë në një bish me kthetra. Palej syt, gjithnjë po ata syt mëdhenj të zinje pas fond si të minjve. Me gjithë këtë ato nuk i ngjanin më njëra tjetrës, secila e mbante të ngulitur në mënyrën e vet kujtimin e krimit të përbashkët. Nëse mjafton një krim ku barën më të madhe e mban rastësia, thosha me vete, për t'i shndruar në këtë far feje këto fytyra jetimore, ç'duhet të presun nga një krim tërësisht i konceptuar dhe i organizuar prej meje. Ata do të më suleshin përsipër, do të më shkallmonin shëmtinë time tepër njerëzore. Krimi e ndan më dysh jetën e atij që e kryen. Duhet të ketë çaste kur do të dëshiroje të kthehesh mbrapsht, por ai ja ku qëndron aty pas teje si mineral rrezëllitës, e ti nuk e më nga jamban. Kërkoja vetëm një orë që t'i gëzohesha atij, që t'ja ndjeja peshën e tij dërmuese. Do të bëja çmos që t'ja siguroja vetes ato orë. Vendosa që ekzekutimin ta bëja si për rrugës Odessa. Do të përfitoja nga çoroditja, në mënyrë që t'ja mbathja e t'i lija duke mbledhur të vrarët e tyre. Do t'ja shkelja me të katërta, do të kapërceja shëtitoren Edgar Kine e do të kthehesha sa kaq në rrugën Delambre. Vetëm 30 sekonda do të më nevojiteshin për të mbritur te dera e ndërtesës ku banoj. Ndjekësit e mi në këtë kohë do të ishin ende në shëtitoren Edgar Kine. Do të humbisja sysh e sigurisht do të duhej mëse një orë për të më rënë sërish në gjurmë. Unë do t'i prisja në shtëpi.
e kur të vinin të më trokisnin në derë, unë do të mbushja prap revolverin e do t'ja zbrazja vetes në gryk. Nisa ta hapja qesen, isha marrë vesh me një shitës në rrugën Vamën, që të më sillte mëngjes dhe mbrëmje gjellëra mjaft të shishme. Shegerti i binte ziles, unë nuk luaja vendit për ta hapur, prisja ca, pastaj qelja derën për gjysmë dhe shija një shport gjatoshe të lënë për tokë. Pjata plot duke nxjerr avull. Më 27 tetor në orën 6 të darkës më kishin ngelur 17 franga e gjysmë. Kapa revolverin dhe pakot e letrave dhe zbrita. Pata mendjen që të mos e mbyllja derën në mënyrë që të mund të hyja më shpejt pasi t'ja kisha bërë bam. S'po ndihesha mirë, duart i kisha të ftohta dhe koka më zjente, syt më cëmbisnin. Vështrova magazinat, hotelin e shkollave, kinkallerit ku blej lapsat dhe nuk po i bija në të se ku qesh. Me vete thosha, po kjo rrugë ç'është? Shëtitoria Montparnasse ishte plot me njerëz. Ata më ndeshnin, më shtynin, më godisnin me bryllat dhe sopet e tyre. Unë shkoja nga të më shpinin. I pa zotit të qaja rrugë midis tyre. Befa se pash veten, mu në mes të turmës të mersisht të vetëm dhe të vockel. Sa let mund të më bënin fërtele, po t'u tekej. Më kish kapur frika për shkak të armës që kisha në xhep. Më dukej sikur atyre do të shkonte mendja që ajo ishte aty, ata do të pingulnin ata sytë e tyre të egër, do të thoshin pa hëde, me një farë indinjate të gëzueshme, duke më mbërthyer me putrat e tyre prej njerëzish. I linçuar. Do më hidhin për pjetë, e unë do të bija prap ndër krasin do një buratin. Mu duk më me vend që ta lija për të nesër me zbatimin e planit tim. Vajta të haja darkë te kupola, ku harxova plot 16 franga e 80 qindarka. Më ngelen akoma edhe 17 qindarka që i flaka në gjiriz. Ndenja 3 ditë i ngujuar në dhomë. Pa bukë dhe pa gjumë, i kisha mbyllur kanatet dhe nuk guxoja as të hapja dritarën as të ndizja dritën. Të hënon dikush i ra me tërsellim ziles, mbajta frymën dhe prita. Pas një minute ziljera prap. Vajta në majtë gishtave dhe ngjita syrin te vrima e derës. Pash vetëm një ropë të zezë dhe një komç. Ai dikush i ra prap ziles, mandej zbriti. Se mora vesh kushqe. Natën më shfaqen vizione freskie, palma, ujëra gurgulluese, një qell manushaqe si për një kupole. Etje nuk kisha sepse hera herës shkoja të pija në çezmën e lavamanit, por po më grinte uria. Mufanit po ashtu putana zeshkane. Ndodheshim në një kështjell që i kisha ndërtuar mbi pllajat e zeza, 20 lega larg çfarëdo katundi. Ajo ishte lakuriq dhe vetëm për vetëm me mua, duke e kërcënuar me revolver e detyrova të binte një gjunjë, të vraponte këmbadoras, pastaj e lidha pas një shtyllë dhe mbasi ja shpjegova gjëri gjatë se çfarë kisha ndërmend të bëja, ja mbusha barkun me plumba. Këto imazhe më kishin tronditur aq shumë sa që e ndjeva veten të kënaqur. Pas kësaj ndenja pa lëvizur në terr me kokën krejtësisht bosh. Zum të kërcisnin mobiljet. Ishte ora 5 e mëngjesit. Nuk dish do të kisha dhënë që t'ikja nga dhoma, po nuk zbrisja dot për shkak të njerëzve që ecnin nëpër rrugë. Doli drita. Nuk e ndjeja më urinë, po zura të dirësisja. E bëra këmishën ujë. Jashtë kishte dalë dielli. Atëherë mendova, në një dhomë të mbyllur, ai është ngujuar në errësirë. Qysh para 3 ditësh, as ka ngrënë, as ka fjetur, i kanë trokitur në derë dhe ai nuk e ka hapur. Pas pak ai do të zbres në rrugë dhe do të qëlloj. I shtija frikën vetes. Në orën 6 të darkës më mori uria prap. Isha i tërbuar nga marazi. U ropata një grim duke u përplasur andej këndej pas mobiljeve, pastaj ndeza dritën, në përdhoma, në kuzhinë, në banjë. Ja mora këngës me sa më hante gurmazi. Lava duar dhe dola, mu deshe një 2 minuta të mira për t'i futur të gjitha letrat në kuti të postës. I rasja brenda nga 10 një herësh. Ca zarfe do t'i kem zhubrosur. Mandej ju futa bulevardit Montparnasse deri në rrugën Odessa. Unë dala para pasqyrës një këmisharie dhe me të parë fytyrën time mendova. Do kryer sonte. Zura vend si për rrugës Odessa, jo larg një shtylle feneri dhe prita. Kaluan 2 gra. I kishin futur krahun shoqes dhe Bjondja po thoshte. I kishin mbuluar me qilima të gjitha dritarët dhe rolin e figurantëve e luanin fisnikët e vendit. U pas kanë ngelur xhepat trok fisnikëve, pyeti tjetra. Kur paguhet me 5 luigje në ditë dhe ai më i kamuri pranon ta bëj punën. 5 luigje, tha brunja e fandaksur, dhe shtoi tek po kalonte para meje. Besa më merr mendja, apo nuk do të kenë bërë qejf duke veshur kostumet e strugjyshve të tyre. Ato u larguan. Unë kisha ftohtë mirë, po dirësia për qamet. Pas një grime, pash tek po vinin nga unë 3 burra, i lasht kalonin, mua më duheshin 6. Ai në anë të majt më pa një herë dhe kërciti gjuhën. Unë ktheva kokën anash.
Në orën 7:05, dy grupe që vinin fill njëri pas tjetri dolën nga shëtitorja, Edgar Kine. Ishin një burrë e një grua me 2 fëmijë, mbas tyre vinin 3 plaka. Unë bëra një hap përpara. Gruaja duke i nxehur dhe po e shkundte fëmijën për krau. Burri tha me një zë të zvargur: "Çka lama i mërzitshëm që është bërë." Zemra më rrita, aq fort sa më dhemrin krahët. Eca dhe qëndrova përballë tyre pa lëvizur, gishtrinjt në xhep më qenjomur krejt përreth këmbëzës. "Më fal", tha burri duke më shtyr. U kujtova se derën e apartamentin e kisha mbyllur, e kjo ma prishi Terezin. Do më ikte një kohë mjaft të çmuar gjërsa të hapja. Njerëzit u larguan. U ktheva mbrapsht dhe u vura mekanikisht në ndjekje të tyre, por tashmë më kishte ikur dëshira për të qelluar. Ata humbën më turmën e shëtitores. Unë vajta e u mbështeta për muri. Dëgjova orën e madhe që ra 8 e pastaj 9 herë. Me vete thosha, e pse duhen vrarë gjithë këta njerëz, të cilët tashmë janë të vdekur dhe më vinte të qeshja. Një qenë erdhi dhe më nuhati këmbët. Kur më kaloi pranë ai trashaluqi, u një të brofur e ju qepa prapa këmba këmbës. Vështroja palat e zverkut, të tiku qalosh, midis kapelës dhe jakës së pardesys. Ai este si duke u krekosur dhe merrte frymë thellë, duke ja rushan burr. Nxora revolverin, që i ndrishëm dhe i ftohtë. Më përshtirosej, nuk po më kujtoi fort mirë se ç'duhej të bëja me të. Herë shikoja atë dhe herë zvergun e trashaluqit përpara. Seç më buzëqeshta ajo pala e zverkut si një gojë e gëzuar dhe e hidhur. Pyesja veten mos do ta hidhja në xhiriz revolverin. Befas trashaluqi u kthye dhe më pa me zemërim. Unë u zmbrapse një hap. Desha që t'ju pyesja. Ai nuk para po më dëgjonte, më vështronte duart. Unë me zor thash: "A mund të më thoni ku është rruga GT?" Ishte buçkun fytyrë dhe buzët i dridheshin. Ai nuk tha asnjë fjalë. Zjati dorën, unë u zmbrapsa edhe ca dhe i thash: "Desha, nuk të çast e dita se do t'ja jepja ulërimës." Nuk doja, jam bështjolla me 3 plumba në bark. Ai u rrëzua me një pamje prej idioti. Ra në gjunjë dhe koka ju varë mbi supin e majtë. "Ndyrësiri", thash. "Ndyrësiri qelbur." Jam batha. E dëgjova kur u kollit. Dëgjova po ashtu britma si dhe zhurmën e vrapit pas krave të mi. Dikush pyeti: "Ç'është? Po zihen?" E fill pas kësaj bërtitën: "Kapeni vrasësin. Kapeni vrasësin." S'më duke që ato britma kishin të bënin me mua, por më ngjanin të kopshme si sirena e zjarfiksve kur isha fëmijë. Të kopshme dhe paksa qesharake. Vrapoja me sa më hanin këmbët. Për dreq, kisha bërë një gabim të pafalshëm. Në vend që të merja përpjet rrugës Odessa për shitoren Edgar Kine, unë po i zbrisja kësaj rrugë 8 pjetë për në shitoren Montparnas. Kur e pikasa këtë, për mua që tepër vonë. Tashmë ndodhesha më në mes të kallaballëkut, fytyrat të çuditura i kthenin syt nga unë. Më kujtoi ajo e një gruaje të pispjellosur me krem që kishte vënë një kapel të gjelbër me pupël. Dhe pas meje, dëgjoja ata të fandaksurit e rrugës Odessa që bërtisnin: "Kapeni vrasësin." Një dorë më kapi për supi, atëherë unë e humba pusullën. Nuk doja të vdisja i dërmuar nga turma, qëllova dhe 2 herë të tjera me revolver. Njerëzit zunë të qiren dhe të largohen. Hyra me vrap në një kafene. Klientët u ngritën në këmbë, por nuk u përpoqën të më ndalnin. E përshova kafenen nga kreu në fund dhe vajta u mbylla në aneks. Në revolver kishte ngelur akoma dhe një fishek. Kaloi një grim. Nuk mbushesha dot me frymë dhe dihatja. Gjithçka ishte kredhur në një heshtje të jashtëzakonshme. Thua se njerëzit e kishin bërë me fjalë të mos ndiheshin. E ngrita armën lart para syve dhe hetova frymëzën e saj të zezë dhe trumbullakët. Pra plumbi do dilte andej, do më përcolloi fytyra nga baruti. E lash krahun të varej poshtë dhe prita. Pas një farë kohe ata u afruan në majtë gishtave. Po të gjykoje nga fërkimi i këmbëve mbi dysheme duhet të qenë një tabor i tërë. Diçka folën në zë, mandej heshtën. Unë akoma nuk mbushesha dot me frymë dhe më dukej sikur mi dëgjonin të dihaturat nga ana tjetër e murit. Dikush u afrua me çapa të lehtë dhe tundi dorezën e derës. Do të ishte strukur anash, mbështetur për muri, që t'u shmangej plumbave të mi. Si do më qenë, unë pata dëshirë të qëlloja, por plumbi i fundit që i imi. "Ç'presin?" pyeta veten. Po t'i turreshin derës e ta shkallmonin me vrullin e parë, unë nuk do të kisha kohë të vrisja veten e ata do të më kapnin t'i gjallë. Por ata nuk po nguteshin, po mu linin plot kohë për të vdekur. Qelbësirat, nuk po u mbante. Pas pak u dëgjua një zë: "Hajde dil tani, nuk të bën gjë njeri." Pasoi një heshtje dhe po ai zë vazhdoi: "Një soj është, nuk e nga jambane, she vet." Unë nuk u përgjigja. Vazhdoja të mos ngopesha dot me frymë. Për t'i dhënë zemër vetes që ta shkrepja, thosha: "Po të më kapin, do të më shqepin në dru, do të më thyejnë dhëmbët, mbase edhe syrin do të më nxjerrin."
Kisha dëshirë të dija nuk ishte vdekur apo jo ai Trashaluqi, ndoshta vetëm sa e kisha plagosur, dhe dy plumbat e tjerë ndoshta nuk kishin zënë askënd. Ata diç po përgatisnin, ata po tërhiqnin një objekt të rënd mbi dy sheme. Shpejt e futa në gojë tytën e armës dhe e kafshova fort, por për të qelluar s'qelloja dot, madje as gishtin nuk e vija dot te këmbza. Gjithçka ishte krederur sërish në heshtje. Atëherë hodha për tokë revolverin dhe ua hapa derën.